Në oborin e saj, shpendët shtëpiake nuk janë thjesht shpend, janë pjesë e një rutine që e mban gjallë. Me dorë të sigurt, ajo edh grurin dhe vazhdon të punoj, edhe pse vitet i kanë rënduar mbi supe. Por ajo që e mban vërtet gjallë është kjo, përqafimi stërnipërve dhe stërmbesave që i vrapojnë në prerë. Janë plot 70 nipër dhe mbesa, një fis i tërë, e quan gjyshja ike, një mal dashurie që rrjet nga një grua e vetme. Në shtëpinë e saj, çdo ditë është fest, një puthje në ball, një fjalë ngrohtë, një kujtim që u jep fëmijëve rënjë dhe forcë. Ajo vetë e ka humbur të birin në moshë të re, një dhimbje që nuk u tha kurrë, por që u kthye në forcë për të rritur të tjerët.